Në organizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Fondacionit Konrad Adenauer në Shkup organizua konferenca rajonale Prioritetet strategjike të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Evropës Juglindore në rendin ndërkombëtar. Niko Qiri këtij eventi Timço Mucunski deklaroi se kërcënimi i vazhdueshëm nga terrorizmi, sfida sistematike që vjen nga ngritja e Kinës, si dhe operacionet hibride dhe sulmet kibernetike, po e reformojnë kornizën strategjike mbi të cilën NATO i bazon politikat dhe përgjegjësitë e saj. Jetojmë në një mjedis gjeopolitik, ku kërcënimet janë dinamike, të ndërlidhura me shumicën e rasteve të paparashikueshme. Militarizmi agresiv rus, i forcuar me kërcënime hibride dhe kibernetike, të drejtuara ndaj aleatëve, kërcënimi vazhdueshëm nga terrorizmi, sfida sistemike që vjen nga ngritja e Kinës, si dhe operacionet hibride dhe sulmet kibernetike, po e riformosojnë kornizën strategjike mbi të cilën NATO i bazon politika dhe përgjigjet e saj. Këta faktor nuk janë vetëm sfida të sigurisë, por edhe një sfidë thelbësore diplomatike për ruajtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Ndërkaq ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Angela Aguilar në këtë konferencë foli për agresionin rus mbi Ukrainën, tha se momenti është kompleks dhe sfidues e këtë konferencë cilësoi si të gjelluar. SBA qëndrojnë fuqishëm për krah NATO-s dhe me partnerët tonë nga NATO dhe jemi të përkushtuar të sigurojmë që ky të mbetet partneriteti më i fuqishëm, më i qëndrueshëm dhe më mirë i përgatitur për t'u përgjigjur kërkesave të botës së sotme të trazuar. Gjithsesi, NATO mund të bëhet më e fuqishme vetëm nëse secili vend antar përforcon aftësitë e tij. SBA-t investojnë në mbrojtje jo sepse kështu kanë zgjedhur, por sepse kjo është e nevojshme për sigurinë, sovranitetin dhe mënyrën e jetesës. Ftojmë secilin vend partner të bëjë të njëjtën. Në këtë konferencë ndërkombëtare me porosi doli edhe zëvendës sekretarja e Aleancës së NATO-s, ish-ministra Radmila Shekerinska. Ajo tha se partneriteti mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian tani është më e fortë se kurdo qoftë ndonjëherë.